E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit. Dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhis salam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është dyert e xhennetit janë hapur. Ramazani hap dyert e xhennetit, mbyll dyert e xhenemit dhe i lidh shejtanët. Dyert e xhennetit të hapura përmes Ramazanit do të hinë ata që e meritojnë kalimin. Nuk është vetëm Ramazani dhe qëndrimi në të, as dedikimin në adhurim vetëm për 30 ditët e tij të mjaftueshme për të quajtur banor i xhennetit. Ramazani është muaji i udhëzimit. Në të Allahu i madhruar filloi të flasë njeriu. Filloi të rrjedh shpallja e fundit dhe fjala përfundimtare e Allahu xhalla shanuhu për njerëzimin. Të ndjekim udhëzimin, të jetojmë sipas fjalës së Allahu xhalla shanuhu. Kjo është rruga që na dërgon përmes dyerve të hapura të xhennetit. Në Ramazan agjërojmë, kryejmë urdhrin e Allahut dhe sigurojmë shpërblim të madh për vete. Agjërimi është për mua, thot Allahu xhalla shanuhu, dhe unë e shpërblej atë veçmas. Agjërimi e bën që erë nga goja e agjëruesit në ahiret të jetë më e këndshme sa aroma e miskit. Në Ramazan heqim dorë nga kënaqësitë dhe gjithçka për të arritur kënaqësinë përfundimtare, xhennetin. Duke hequr dorë nga kënaqësitë që janë halal, mësojmë të heqim dorë nga kënaqësitë që janë edhe mëkat. Poezia thot: ajo që të pëlqen sot, nesër mund të sjellë dhimbje. Prandaj mendo mirë përpara. Nuk ka dobi të mendosh vonë. Agjërimi na shtyn me këto mendime, na nxit të mendojmë për mëkatin përmes pasojave të tij dhe kështu të largohemi prej tij. Në Ramazan adhurimi është më i madh, pasi që i bëjmë 5 namazet që i bëjmë gjatë gjithë vitit dhe gjithë jetës, kemi edhe namazin e veçantë të Ramazanit, pra namazin e teravis. Duke pasur parasysh veçantinë e mjedisit të Ramazanit dhe përjashtëshmërinë e tij, adhurimi në Ramazan ka vlerë më të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson se farzi në Ramazan është si 70 jashti, ndërsa nafila në Ramazan është si farz gjatë ditëve të tjera. Me adhurimin që bëjmë, ne ecim drejt mëshirës së Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu dhe kërkojmë magfiret, sepse e dim se namazet fshin mëkatet dhe Ramazani na mëson të dalim nga ai të pastër nga mëkatet. Po ashtu e dim se sadakaja fshin mëkatet siç i shuan uji zjarrin. Ndaj do ta përmbushim edhe këtë adhurim në Ramazan. Në Ramazan japim, me këtë ndihmë po hapim rrugën tonë drejt Allahu xhalla shanuhu. Por po mësohemi gjithashtu se të japësh do të thotë të rritësh riskun tënd. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: ju merrni ndihmë dhe furnizim sipas marrëdhënies tuaj me të dobët. Ramazani hap dyert e xhennetit për atë që hap zemrën e tij dhe e pranon fjalën e Allahut si udhëzim që është shtytës për qëndrueshmërinë në bamirësi. Të mbyllësh dyert e xhamisë pas Ramazanit do të thotë të mos jesh i vendosur dhe të mos ecësh me vendosmëri drejt dyerve të xhennetit, siç bëje gjatë Ramazanit. Të mbledhësh sejdën dhe të vendosësh deri në Ramazanin tjetër, do të thotë të heqësh dorën nga rruga që të dërgon drejt dyerve të xhennetit. Të kthehesh në kryerjen e mëkateve nga të cilat Ramazani me fuqinë e veçantisë së tij na ka larguar, do të thotë të mundohesh me gjitha forcat të hapësh dyert e xhehenemit që Ramazani i ka mbyllur ato. Allahu xhalla shanuhu premton se ata që besojnë sinqerisht, që e kryejnë namazin në kohën e duhur, që kanë një pjesë të pasurisë për ata në nevojë dhe që besojnë në jetën tjetër dhe frikojnë nga dënimi,
duke u larguar nga mëkatet dhe që bismillisht përmbushim amanetet dhe detyrimet e tyre dhe që ruajnë namazin duke e kryer atë me përpikmëri, do të nderohen me kopshtet e xhenetit. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se ka thënë: vërtet xheneti zbukurohet dhe rregullohet çdo vit për ardhmen e Ramazanit. Kur të vinë nata e parë këtij muaji, nga troni i Allahut frin një erë që bën të dridhen gjethet e drurëve të xhenetit dhe të lëvizin zinxhirat e derëve të xhenetit. Nga kjo erë lind një tingull që askush nuk ka dëgjuar ndonjëherë. Paraqiten hyrit e xhenetit, rreshtohen me kopshtet e tij dhe thonë: a ka ndonjë të fejuar që do të bëjë propozime para Allahut dhe do të martohet me ne? Ridvani, kush është kjo natë? Ai ju përgjigjet dhe thotë: kjo është nata e parë e Ramazanit. Allahu i lartësuar urdhëron: Ridvan, hape dyert e xhenetit për ata që agjerojnë nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i drejtohet Xhibrilit: o Xhibril, zbrit në tokë dhe lidhi shejtanët e pabindur me zinxhir, që ata të mos i shtin pasuesit të dashurit tim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe të mos i prishin agjërimet e tyre. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu çdo natë të Ramazanit thret 3 herë: a ka dikush që kërkon diçka që t'i jap? A ka pendimtar që do të pranoj pendimin e tyre? A ka ndonjë që kërkon falje që t'ia fal? Kur vjen nata e Lejletul Qadr, Allahu xhalla shanuhu urdhëron Xhibrilin të zbres me një grup me lajkesh në tokë. Xhibrili ka 600 krah, nga të cilat 2 i hap vetëm natën e Kadrit. Atë natë i shtrin dhe mbulon me ta si lindjen, ashtu edhe perëndimin. Xhibrili shpërndan me lajket në të 4 anët dhe ata përshëndesin çdo njeri që i gjen duke bërë ibadet. Ata shtrëngojnë duar me ta dhe bëjnë amin për lutjet e tyre. Kjo vazhdon derisa të lind dielli. Kur të lind dielli, Xhibrili thret: me lajke, nisuni. Me lajket e pjesin: çfarë bëri Allahu për besimtarët e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ai u thot: Allahu ka falur të gjithëve përveç 4-ve. Ata e pjesin: kush janë ata? Xhibrili thot: përçmuesi i alkoolit, i pabindin ndaj prindërve, ai që nuk mban lidhjet familjare dhe ai që nuk flet me vëllain e tij musliman për më shumë se 3 ditë. Ajo që na ofron Ramazani është pafundësisht e madhe. Na ofron dyert të hapura të xhenetit. Mos i mbillni ato duke u larguar nga ajo që Ramazani na ka sjellë. Na ka sjellë udhëzim dhe këshill. Kur të kalojë Ramazani, hapni përsëri dyert të xhamisë. Vazhdoni të shtroni sejaden në shtëpinë tuaj për t'i falendëruar Allahu xhalla shanu wa xhalla jalaluhu. Përsëri kundërshtoni shejtanin dhe qëndroni të palëkundur në heqjen dorë nga mëkatet dhe kështu mbajni dyert e xhenetit gjithmonë të hapura para jush. O Allah xhalla shanu, na ndihmo që të qëndrojmë të palëkundur në mirësi. Amin wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.